Bashkimi Evropian pret që Shqipëria të zbardhë dhe ndërshkojë krimet e komunizmit dhe të trajtojë me status të veçantë ish të përndjekurit politik. Ky ishte mesazhi i ambasadorit të Bashkimit Evropian në vendin ton, Silvio Gonzato, gjatë aktivitetit përkujtimor të organizuar për 53 vjetorin e revoltës së Spaqit në Mirdit. Diplomati evropian zgjodhi të flasë pas telave me xhëmba, simbol i diktaturës së egër komuniste në këtë vend. Duhet patjetër që të ketë një vend ku të përkujtohet heroizmi atyre që dhanë jetën për këtë Shqipëri. Ruajtja e kujtesës dhe së shkuarës është një drejtë themelore. Ka ardhur, madje ka kaluar koha që ky vend, ku shumë njerëz kanë vuajtur dhe kanë dhënë jetën, të kthehet në një vend përkujtimi. Gjithashtu duhet drejtësi, jo vetëm për ata që mbijetuan, por edhe për familjarët e atyre që humbën jetën këtu në kërkim të lirisë. Po ashtu, ish të burgosurit politik duhet të trajtohen me status të veçantë. Trajtimi i këtyre çështjeve është ajo çfarë pritet nga Shqipëria për të ardhmen e saj. Edhe ish të përndjekurit politik kërkuan që të zbardhen krimet e komunizmit dhe të trajtohen me pension të veçantë. Mas 35 vjet demokraci të rrinë eshtrat pa gjetur, do të thotë për mua është i krim. Në 50 vjet kam me gjallë për nesh, por më dhoni pension dinjitos. Vazhdojnë të më persekutojnë hala, sepse unë kam qenë shumë i egër në burg, duke mbrojt ngjyrat e kombit dhe flamurit tim. Kryetari i Bashkisë së Mirditës, Albert Mëlyshi, kërkoi që ish burgu i Spaqit dhe e kaluara komuniste të marrë vëmendje, ndërsa përfaqësues të qeverisë dhe autoritetit të dosjeve premtuan veprime konkrete për këtë çështje. Askur se ka menduar që mund të ketë turizëm për të merret e komunizmit, por i shërben edhe zonës, edhe komunitetit në interes të tyre për ta kthyer këtë vend në një pelegrinazh të përditshëm, të përvitshëm, që duhet kërkojmë fort, e të ngrijmë zërin fort që të mos harrohet ajo çfarë ndodhi, se shpesh duke harruar mund larg, o Zot, po mund ndodhi që edhe të përsëritet. Ne kemi zhvilluar disa takime ku besoj do procedojmë shumë shpejt me ngritjen e një strukture që do merret në bashkëpunim me një bord i cili do merret me gjithë pjesën e menaxhimit të saj për të sjellë programe edukative, për të sjellë ekspozita muzeale, për të folur më shumë për historinë e kësaj hapësire. Kemi nxjerr koleksionin e plot arkivor për sa i përket burgut Spaqit dhe çdo të dënuarin në mënyrë të padrejtë. Kemi marrë 70 dëshmi, do vijojmë të marrim dëshminë e çdo ish të dënuari që ka qenë me për fat të keq këtu në këtë burg. Në 53 vjetorin e revoltës antikomuniste të Spaqit në Mirdit, u improvizuan skenat të asaj dite, si dhe u ekspozuan foto dhe dëshmi të ish të përndjekurve politik. Me thirrjet, poshtë komunizmi, e duam Shqipërinë në Europën e lirë, më 21 maj të vitit 1973, të burgosurit jo kundërvun policëve që po torturonin shokun e tyre Pal Zefin dhe morën nën kontroll kampin. Revolta tyre zgjati 3 ditë me radhë, por në fund ajo u shtyp me terror dhe në shenjë hakmarrje. Pushteti ekzekutoi 4 djemë të rinj. Pal Zefin, Dervish Bejkon, Skënder Dajon dhe Hajri Pashajn.